Sekretari Amerikan I Shtetit Marco Rubio ka uruar Serbinë për ditën e shtetësisë, duke vlerësuar historinë e gjatë të miqësisë mes dy vendeve. Përmes një mesazhi zyrtar, ai theksoi se Washingtoni synon të rrisë investimet dhe të forcojë lidhjet tregtare me Beogradin. Rubio e cilësoi Serbinë si një partner kyç për të garantuar stabilitetin dhe sigurinë në mbar Ballkanin perëndimor. Ky urim vjen pas takimit në Davos, ku presidenti Vučić pranoi se ka marrë dy kushte për nisjen e dialogut strategjik. Njëri prej kushteve lidhet me fushën e energjisë, ndërsa tjetri ka natyrë të pastër politike për integrimin e rajonit. SBA kërkon me ngulm reduktimin e varësisë energjetike nga Rusia dhe largimin e ndikimit kinez në Ballkan. Në dokumentet e nënshkruara nga presidenti Trump, kërkohet gjithashtu përparimi menjëhershëm në bisedimet me Kosovën. Akti Amerikan I Mbrojtjes mbështet arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare që do të bazohet te njohja e ndërsjell. Edhe pse fillimi I këtij dialogu strategjik ishte njoftuar kohë më parë, procesi zyrtar ende nuk ka nisur. Washingtoni pret që gjatë vitit të ardhshëm palët të thellojnë bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe politikës së jashtme. Për momentin, diplomacia amerikane mbetet e fokusuar te forcimi I prosperitetit ekonomik dhe zgjidhja e problemeve të vjetra ballkanike.